Tedi Blushi tani është në lidhje të drejt për revista MCN, me të cilin do të flasim për këtë zhvillim i cili në fakt në një farë kuptimi tregon shumë për respektin e marrëdhënieve institucionale, por edhe respektin e të drejtave të njeriut. Natyrisht që kur prokuroria flet dhe lejon vendimin dhe Ministria e Drejtësisë bllokon, këtu ka një gjë që nuk shkon. Faleminderit Zoti Blushi që vjen në revista MCN të ndajmë bashkë një opinion në lidhje me këtë çështje, që nuk është e lehtë për nga pikpamja jo vetëm procedurale, por edhe politike, që mbart një peshë specifike, por do të diskutoj duke përfituar nga ky moment i prezencës tuaj edhe për çështje të tjera të aktualitetit politik. Faleminderit që vjen në revista MCN. Si do zgjidhet kjo historia dhe çfarë po ndodh? A mund të na thuash diçka më shumë përveç se kemi kuptuar që prokuroria e posaçme ka dhënë lejen për intervista ose komunikim mediatik midis presidentit të Partisë së Lirisë zotit Meta, ish presidentit të Republikës gjithashtu, por ndërkohë Ministria e Drejtësisë e bllokon edhe pse justifikohet me procedura për pamundësime të tjera. Në fakt është ligji ai që u mundëson të gjithë gazetarët e drejtën e tyre për të zhvilluar intervista me të paraburgosurit dhe me të burgosurit, por në rastin e zotit Metaj ka patur një raport shumë serioz të avokatit të popullit dhe pa haruar analizën shumë serioze, transparente dhe të vërtetë që bëri dhe një institut prestigjioz ndërkombëtar si FIMES, që gjithashtu e evidentonte si shkelje flagrante të Konventës Evropiane për Drejtat e Njerëzit faktin që zoti Meta i mohohet e drejta e tij për të dhënë intervista. Dua të theksoj edhe diçka Denis para se të bëni pyetjet e tjera, që zoti Meta nuk po kërkon asnjë privilegj për të asaj çfarë i garanton ligji dhe çfarë garanton të gjithë të paraburgosave të tjerë. Të mos harrojmë që në Republikën e Shqipërisë kanë dhënë intervista nga burgu edhe qytetar të dënuar me burgim të përjetshëm. Jo vetëm kaq. Më fal Tedi që ta bëjmë dhe pak si bashkëbisedim për këtë çështje, për t'i dhënë edhe një lloj konteksti jo monologist, le të themi bashkëbisedues. Edhe Osama Bin Laden t'ishte gjallë, edhe t'ishte në burg, do t'a kërkonin për t'i dhënë një intervistë dhe natyrisht do t'a intervistonin dhe autoritetet do t'a lejonin këtë gjë. Sepse në kuptimin e së drejtës, në një rend demokratik siç ne pretendojmë se kemi zgjedhur, gjithkush ka të drejtë të flasë, sikurse ka të drejtë të mbrohet në një kuptim përtej faktit se cili është krimi që ka kryer, nëse ka kryer një krim. Se deri në këtë moment Ilir Meta si person prezumohet i pafajshëm dhe nuk kemi një dënim të formës prerë ku që mund ta konsideronim në relatat, por gjithsesi përtej kësaj fakti se mund të jetë edhe i dënuar nuk i mohon faktin që ai mund të flasë dhe të shprehet lirshëm për çka ai do të shprehet politikisht, personalisht, për jetën private, gjithçka tjetër, varet nga zgjedhja personale e tij. Kështu që pyetja që unë dua të bëj është a ka një përgjigje ose më saktë çfarë lexoni ju tek kjo mënyrë refuzuese e Ministrisë së Drejtësisë? Tani më besoj duhet të jetë në vagonin e dytë të refuzimit, pasi Ulsi Manja duhet të ketë patur të njëjtin qëndrim dhe po vazhdon tani edhe Lamallari, ministri i ri, apo jam gabim? Se jeni shumë i saktë, sepse qartësisht kemi të bëjmë me një vullnet politik. Izolimi në ekstrem i zotit Meta është thjesht dhe vetëm një izolim politik për të mos harruar faktin që ati nuk po i mohohet vetëm e drejta për të komunikuar me mediat, por po i mohohet e drejta për të takuar me deputetët e Partisë së Lirisë, me të gjithë anëtarët, simpatizantët apo kushdo tjetër që shpreh interes për të takuar me zotin Meta. Të mos harrojmë pamjet skandaloze se si deputet dhe eurodeputet janë nxjerrë dhushëm nga ambientet e JPV-s, edhe pse ligji u garanton atyre të drejtën për të takuar me çdo të paraburgosur apo të dënuar pa patur nevojë për autorizimin e prokurorit dhe një së shkeljesh të tjera. Zoti Meta sot që flasim është i vetmi i paraburgosur në Republikën e Shqipërisë i cili del vetëm një herë në ajrim, ndryshe nga gjithë tjerët që dalin 2 herë në ajrim, edhe pa folur pastaj për kushtet e tjera skandaloze dhe shenjazore, të cilat qartësisht janë produkte i një urdhri politik që në vlerësimin tonë vjen thjesht dhe vetëm nga Edi Rama, sepse nuk ka asnjë arsye pse
të mos respektohet me vullnet dhe të mashtrohet publikisht edhe në sallën e seancës plenare nga ministri i Drejtësisë, duke pretenduar që zoti Meta trajtohet njësoj si të gjithë paraburgosurit, kur mjafton vetëm fakti që asnjë gazetar nuk lejohet ta intervistojë, asnjë deputet nuk lejohet ta takojë. Vetëm këto fakte, pa hyrë pastaj në detaje të tjera ordinere, të cilat ndodhin çdo ditë me zotin Meta, që tregojnë që gjithçka është thjesht vetëm urdhër politik i Edi Ramës që zoti Meta të jetë në një masë ekstreme izolimi pa patur mundësi të komunikojë me kërkënd. Le të themi është një lloj persekucioni në fakt. Persekucion politik, sepse ligji është i qartë, konventa është e qartë, kushtetuta e Republikës është shumë e qartë. Unë do shkoj në një lloj logjike të kundërt, po që tregon më shumë se sa fakti se ju vetë mendoni, dhe kam përshtypjen që edhe zoti Meta mendon se është urdhri i Edi Ramës. Në fakt, unë mendoj që ka ca njerëz të cilët e kanë vullnetin të tepruar dhe pa ja kërkuar Rama, e bëjnë vetë ata që t'i duket Ramës kaq e bukur situata dhe zbavitse në një kuptim me një formë sjellje të këtij karakteri persekutiv ose refuzues. Është gjithmonë aludimi im, ja? Pra, ka disa vullnetar që e kanë vullnetin më të tepruar se ç'duhet, përfshirë ndoshta dhe ministrin e Drejtësisë, për gjithë atë surprizë që Rama i bëri, duke bërë ministër Drejtësisë, për t'i bërë qefin edhe pa e kërkuar Rama. Pra, mbase Rama se ka fare në agjendë, po ai thotë ne bëm kështu. Aludimi imi. Megjithatë të mos harrojmë që para ligjit dhe përgjegjësia para ligjit është individuale i dashur të dijes, dhe ne kemi bërë dhe kallëzim penal për detorin e përgjithshëm të burgjeve, sepse Edi Rama sigurisht që mund t'i japë mburojë politike, por përballë ligjit nuk besoj se ai ka treguar që është gati të sakrifikojë veten e vet për të mbrojtur shokun, dhe besoj rastet nga Velia e të tjerë janë evidente. Po qartë. Te i di edhe diçka për këtë pjesë, më lejo të drejtohem në emër, besoj ma jep këtë konfidencë. Jemi miq të vjetër, nuk kam asnjë kompleks në të tilla intervista. Do doja të dija, a keni bërë juve një raport denoncues në institucionet europiane, se këtu nuk po flasim thjesht për Ilir Metën si shtetas i Republikës Shqipërisë, po flasim për ish presidentin e Republikës, ish kryeministër, zëvendës kryeministër, gjithashtu kryetar parlamenti, pra një njeri që ka mbajtur funksionet më të larta të këtij shteti. A e keni ekspozuar ju si fakt këtë që ne po bisedojmë, pra këtë persekucion ligjor, institucional dhe politik, sikurse ju e paraqisni? E kemi prezantuar në të gjitha institucionet ndërkombëtare, në Departamentin Amerikan të Shtetit, në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian, përfshirë Komisionin kundër torturës, i cili na ka vënë ndjeni që është duke e shqyrtuar me prioritet këtë rast, dhe nuk besoj që do të kemi shumë shpejt një reagim. Ndërsa po shtjelloje rrethanat, përmendë një moment atë çastin e ndalimit të makinës ku udhëtonte zoti Meta, shoqërimin e dhunshëm dhe me forcë të tij. Dhe në fakt këto kohët e fundit, për shkak të ekspozimit të një skandalit madh të Akshit dhe me personazhin e njohur tani më dhe të shumë përfolur edhe si një njeri që kishte kompromentuar, implikuar gjithashtu shumë personazhe të botës politike, të botës drejtësisë, gazetarisë gjithashtu mendohet, siç është Ergy Sagasi, flitet që ka dorë edhe në këtë mënyrë se si u zgjodh për të ndaluar presidentin e Republikës. Është një spekulim apo ju e besoni këtë dhe keni fakte në lidhje me këtë çështje? Ne kemi fakte që përfshirja e Ergy Sagasit ka qenë reale në këtë operacion. Është një operacion i cili tani më edhe nga gjykata e posaçme dhe nga SPAK konfirmohet si rrëmbim, për vetë faktin sepse në të gjithë materialet të zyrtare, si të SPAK-ut ashtu edhe të gjykatës, zotit Meta i është komunikuar zyrtarisht akuza në orën 14:16 minuta, pra fiks 2 orë pasi ai ishte rrëmbyer dhe nuk dijej se ku ndodhej. Gjithashtu dua t'ju konfirmoj faktin që ne kemi bërë një kallëzim penal për drejtorinë e përgjithshme policisë së shtetit dhe ende sot nuk i kemi marrë vesh zyrtarisht, edhe pse jemi duke identifikuar se kush ka qenë grupi i gatshëm i cili ka marrë pjesë në këtë rrëmbim. Të njëjtat grupe speciale, të cilat kanë rrëmbyer Geron Meçën, kanë rrëmbyer Daniel Shimën, kanë rrëmbyer Minoren
në protestën e 24 janarit, pra është një grup i gatshëm i cili funksionon thjesht vetëm në urdhat politik të Edi Ramës, sepse ndryshe nuk shpjegohet fakti që kur nuk u hetua se kush mori pjesë në këtë grup, kur nuk u hetua dhuna dhe kur nuk janë bërë publik emrat e grupit apo jo të posaçëm special që mori pjesë në këtë operacion, sepse qartësisht ka informacione që ata nuk kanë qenë policë, po thjesht bandit të veshur me uniforma policie, të jetë si ata që kemi parë në rastin e Gerot Meqes, ku të paktën aty ishin kujdesur që edhe formalisht të kishin bishkime policia apo BKH-ja. Pra këtu gjeni dhe lidhjen e Ergyes Agasit, apo keni edhe, si më thënë, rrethana apo indicje të tjera që lidhen me kemi dhe këtë informacione të tjera që Ergyes Agasi ka qenë personi i ngarkuar posaçërisht për të tilla operacione. Pra ai ka qenë koordinatori kryesor i cili mbi njerëzit, për shembull kemi informacione që ka patur element të kriminal në atë grup nga Shiaku dhe nga Elbasani, jemi duke i konfirmuar edhe emrat që nuk kanë asnjë lidhje, pra kanë patur një të kaluar në policinë e shtetit, por që më pas kanë vendosur që të kalojnë në botën e krimit dhe që të përdorin le të themi atë eksperiencën politike për të tilla operacione kriminale. Është një rast që ne kemi parë këtë në kohë. Natyrisht ne mund të jemi në vijim në javët e ardhshme për diskutuar patjetër për këtë gjë, nëse do të vazhdojë kjo histori, jo pse individi në fjalë quhet Ilir Meta, jo pse individi në fjalë ka qenë presidenti i Republikës, po për çdo individ vlen e njëjta gjë, sepse e drejta e njeriut është e drejtë bazë dhe duhet parë në këtë këndvështrim. Pra ne kemi, si më thënë, ose nuk e ndërtuam kur respektin për të drejtën e tjetrit, qoftë ky edhe një njeri mbi cilin mund të rëndojnë akuza nga më të ndryshmet. Nëse jetojmë në një rend që thash pak më parë demokratik, respekti ndaj personit, dinjitetit, personalitetit gjithashtu të tij, duhet të jetë i mirëqenë në mënyrë absolute, pavarësisht se kush është ai, dhe institucionet duhet të bëjnë atë që duhet në raport me ligjin. Dhe për më tepër të mos harrojmë që hera e dytë që zoti Meta është dënuar nga administrata e IPV-s Jordan Misja ka qenë në fakt intervista e dhënë për televizionin tuaj për gazetaren Aida Toncica, e cila arriti nëpërmjet telefonit të ligjshëm të avokatit Cakrani të bëte 2-3 pyetje zotit Meta, sigurisht që mori përgjigje dhe mjaftoi edhe kjo intervistë për t'i vënë vullën izolimin e tij politik ekstrem, sepse që nga një moment zotit Meta ju hoq lidhja mundësia e tij për të folur edhe me mua në telefon, edhe pse numri im ishte regjistruar në mënyrë të ligjshme, dhe për të folur me këdo tjetër, pra gjithë numrat e deputetëve të Partisë së Lirisë nuk funksionojnë nga IPV Jordan Misja dhe filloi të ashpërsoj akoma edhe më shumë izolimin, duke na hequr vetë drejtën për të atakuar e të tjera marrëzira të cilat mund t'i bëjë vetëm një regjim si ky. Personalisht, besoj që dhe ju e dini, kam qenë një nga kritikët më publik të zotit Meta, por kjo nuk më pengon ta mbroj atë me gjithë forcën time në raport me të drejtat që atij i takojnë. Po flas në aspektin institucional, njerëzor, publike, gjithçka tjetër. Pra ne këtu po ngatrojmë diçka, jo po e them si një retorik këtë. Pra ne lam pas një sistem diktatorial dhe në fakt me mendësi jemi ende brenda sistemit diktatorial në këtë mënyrë se si sillemi me njerëzin, pavarësisht se kush është emri, pavarësisht se çfarë pretendohet se ka kryer ose jo. Kështu në këtë kuptim mendoj se me mendje jemi ende shumë pas, jemi ende në diktaturë, në konceptin se si rregullojmë marrëdhëniet midis individit dhe shtetit, kushdo qoftë personi. E mbyllim këtu me idenë që mund ta kemi hapur këtë, madje për të bërë një ftesë publike, nëse do të na krijohesh mundësia pa krijuar ngarkesa ligjore për zotin Meta, unë jam shumë i hapur të diskutoj, siç po diskutojmë dhe bashkë nëpërmjet telefonit, nëse na krijohet mundësia gjithmonë edhe me zotin Meta për këtë situatë. Do ju ftoja të bëni dhe ju një kërkesë zyrtare spakut për të kërkuar intervistë, kështu që mos ja hiqni dhe ju mundësinë vetes për të kërkuar një të drejtë. Pas një hezitim, po, shpresoj që edhe zoti Meta do të ishte dakord të kryenim këtë bashkëbisedim.